Përshëndetje nderuar këshilltar. Siç jeni njoftuar nga sekretaria, sot zhvillojmë mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Dhe përpara se të vazhdojmë, japim fjalën sekretarisë për prezencën. Sekretaria, ju lutem. Përshëndetje nderuar kryetar, përshëndetje kolegë anëtarë të Këshillit Bashkiak, mirë se keni ardhur në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. I nderuar kryetar Kondashi, prezenca e këshilltarëve është e plotë për të legjitimuar fundere këshillit. Faleminderit. Atëherë paraprakisht hedhim në votim proceduralin e mbledhjes paraardhëse, kush është pro? Po, kundra? Abstenim? Nuk ka, miratohet. Hedhim në votim rendin e ditës, të cilin jeni njoftuar dhe nëpërmjet emaileve personale që secili nga sekretaria dhe e keni edhe të printuar në tavolinet tuaja. Kush është pro rendin e ditës? Po, kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, miratohet. Atëherë vazhdojmë sipas radhës me projektvendimet. Projektvendim numër 17 datës së 7/2/2026 për miratimin e limiteve të PPAB-s për vitet 27, 28, 29. Do procedojmë me pyetje nga këshilltarët. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Nëse s'ka pyetje, ka kush pa qartësi, kemi doktoreshën prezent? Atëherë hedhim votim, kush është pro? Faleminderit, kundra? Nuk ka, një abstenim? Nuk ka, miratohet. Urdhë? Po pra një, po shënoj ti dhe po se thashon s'ka shumë problem. E rëndësishme ta shënosh të procedurale. Vazhdojmë me projektvendimin tjetër. Projektvendim numër 18 datë 03/03/26 për transferimin kapitalit të vlerës aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara Padron Mekov në shoqërinë Usjellës Kanalizimeve SHA Kamës. Besoj se s'ka pyetje, po gjithsesi nëse ka pyetje. I ka patur bashkia Kamës, i ka lënë shoqërisë aksionere të Usjellësit, sa shoqëria aksionere e Usjellës. E hedhim votim, kush është pro? Kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, miratohet. Projektvendim numër 19 datë 17/3/26 për dhënien e ndihmës financiare për degë banese. Këshilltarët, kush ka pyetje? Nuk ka, në paqartësi? Nuk ka, edhe votim, kush është pro? Faleminderit, kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, miratohet. Projektvendim i radhës. Projektvendim numër 22 datë 19/3/2026 për mbështetjen financiare të fshatës së sportive Futboll Triumf Akademi për realizimin e turneut ndërkombëtar të futbollit. Kemi doktoreshën, kjo mendoj që do të shajim. Pa doktoresha, kemi doktoreshën prezant? Po, doktoresha do na bëjë shërbim për shumë shkurt, saktësisht pastaj nëse ka pyetje nga këshilltarët, i bëjmë dhe përgjigje specifike për secilën pyetje. Fjala për ju. Shtype butonin, po. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, pranë Bashkisë Kamës, shoqata sportive Futboll Triumf Akademi ka paraqitur një kërkesë për të organizuar një kampionat ku do marrin pjesë 80 ekipe futbolli të ndryshme, të kategorive të ndryshme, dhe do të jenë nga të ekipet të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malizi dhe Lukina Preshevës. Ky kompeticion do të organizohet në datat 5-6-7 prill 2026 në terrenet sportive të Bashkisë Kamës. Dhe na duhet një mbështetje financiare, shumës që e kemi besoj edhe në projekt vendimin, për ta mbështetur nga ana financiare dhe këtë kompeticion.
që do jetë edhe një organizim efektiv për të promovuar edhe organizimin e veprimtarive sportive dhe promovimin e rinisë së Kamzës. Faleminderit, Qylltar, kush ka pyetje? Po. Pyetja është, si ka mundësi që ne nuk kemi mbështetur me fonde fondin e qytetit, dhe po mbështesim me fonde një shoqatë, e cila merr përsipër të organizojë me lekët tona një aktivitet. Më duket absurde. Të doja të isha pro, por e kam pamundur të jem pro, për shkak se kjo mënyrë që shoqatat caktuara vijnë marrin paratë e Bashkisë Kamës dhe ato para nuk vetë që të shkojnë për sportistat tanë, shkojnë për tjetër kohë. Atëherë nuk përmendët fushat e kombëtare, si drejt paketësimi i stadionit. zonja do të jap përgjigje nuk sepse nuk ishte pyetje specifike, po ishte pyetje më tej se sa specifike. Okay. Ka lodhur nga instituti i lartë. Nëse ka pyetje që kanë të bëjnë me bazën ligjore të projekt vendimit, jemi dakord. Pastaj, nëse dikush nuk i pëlqen ose i pëlqen gjëja dhe voton kundër, mund të shpjegoj arsyeën me votën kundër, shpjegon votën kundër dhe kaq është. Nëse ka kush pyetje specifike, kurse për diskutim është gjë tjetër, mund votohet kundër, se kështu procedohet Këshilla e Bashkiake dhe në parlament. Votohet kundër dhe shpjegohet vota kundër arsyeja sepse. Nëse ka pyetje që jemi kundërshtim me bazën ligjore dhe nuk është kompetencë Këshillit Bashkiak për të bërë për të subvencionuar këtë aktivitet, atëherë okay. Ka kush pyetje tjetër? Po. Kamza përveçohet në këtë proces të realizohet. Po, patjetër që do të përfaqësohet. Do të jetë ekipi që është edhe triumf futboll. Po, dhe shikoni, kjo është buxheti parashikuar dhe në buxhetin. Po pra, thjesht është, ne donim t'ju informonim që do bëhet dhe ky kompeticion sportiv. Diaspora dhe mos kemi ekipin e Kamzës. Edhe buxheti është parashikuar në buxhetin që është miratuar. Është parashikuar. Po. Pra, praktikisht, kemi një konflikt të qartë interesi. Ke konflikt interesi? Nuk ke konflikt interesi pasi kur e kemi miratuar. Është situar që mund të ketë mbështetje, është miratuar. Andi Lila ka kërkuar që të krijojë një ekip futbolli në Bashkinë Kamës. Pikërisht. Po bën diskutime të kota. Pasi po të shohësh aty. Jeni pa mikrofon. Ja të tash. A kemi një kundërshtim ligjore sepse ne kemi miratuar Ja të ta jap përgjigjen unë. Zoti Alili. A mendoni ju që jemi kontradikt pra që ne kësaj shoqate i japim para ndërkohë që nuk i kemi. Ja të ta jap përgjigjen. Ja të ta jap përgjigjen është shumë qartë. Kemi marrë vendim dhe e kemi sjellë, më nga është Dëreqa që ka të bëjë me këtë vendimit e kemi marrë ne, s'ka qenë prezente ajo këtu. Dhe kemi marrë vendimet ne dhe jemi drejt ta shpjegojmë ne gjën dhe arsye sepse kemi thënë që nuk merr asnjë fond për stërvitje për të bërë asnjë gjë në Bashkinë e Kamës, jo për kjo është i premium. Fitoi Kosova kyçi zoti dje, dhe ai kryeministri i dha 500.000 euro premios skuadrës. Tash mos të japim këto gjëra të tjera. Kështu që kuptoj pra, Jo, këtu ka konflikt interesi. Bashkia nuk lejohet ta bëjë sepse pak bën çot kaz dhe financohet. Unë shikoj se do të bën gjurmosin, por edhe votim kush është prom? Po, kundra? 2 kundra. Abstenim? Nuk ka 1. Miratohet.
Se keni patur dhe i problem tjetër, se kur keni qenë ju atëherë, keni pa dhënë nga 100.000 euro në muaj skuadrës futbollit, dhe s'mrekni dash ku përfundoni. Se e ka përdorë edhe ai kryetarja. Në qoftë se është gabim, do të jeni burra, merrni atë letra dhe e çoni atë në gjykat. Dakor, çu fjalë na herë për fakt. Vetëm para me mos recito sepse recitoj më mirë se ty, prandaj. Faleminderit. Vazhdojmë me projekt vendimin e radhës. Projekt vendim numër 23 datë 25/3/26 për miratimin e planit vendor të mbrojtjes së fëmijëve 26/30. Ka kush nga këshilltarët? Pa qartësi? Ka kush në pyetje? Bazuar në relacionin se ka pa qartësi? Nuk ka. Edhe në votim kush është për? Faleminderit. Kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin e radhës. Projekt vendim numër 20 datë 19/3/26 për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i bashkisë nga fondi 6% i blok ndihmës ekonomike. Ka kush në pyetje nga këshilltarët? Nuk ka. Në diskutim në paqartësi? Nuk ka. Erdhi votim kush është për? Faleminderit. Kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Projekt vendim numër 21 datë 19/3/26 për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i bashkisë. Ka kush pa qartësi? Pyetje? Nuk ka. Erdhi votim kush është për? Faleminderit. Kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Dhe pika e fundit për të kaluar tek ndryshmet, kemi ndryshimin e 2 segmenteve të rrugës në Bathore, që ka të bëjë me segmenti i rrugës pa emër në lagjen 5 Bathore, keni dokumentacionin aty në tavolinat tuaja, është pa emër se edhe vendoset, kërkohet të vendoset Avdyk Kryekurti. Kemi përfaqësues të komisionit, po? Keni nevojë për shpjegime apo do ta kalojmë? S'ka nevojë. Atë edhe në votim? Kush është për? Jo, Kryekurti s'është këtu, sepse është... E keni të relacioni, se keni marrë, e keni tavolinë aty. Edhe kërkesat, keni gjithë relacionin e bazoj, keni aty. A edhe në votim, kush është për? Po, kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet. Të këtë tjetën duhet ta sqaroj. E ka patur emrin në rruga Ibrahim Basha. Në mbledhjen e parasit të Këshillit Bashkiak keni ngritur një komision që nuk duhet të ketë në territorin e Bashkisë Kamës të dy emra me tjetër ose emër rrugë dhe shkolle të tjera. Dhe është filluar të punohet me këtë dhe nga emri Ibrahim Basha kërkohet vendoset, është kërkuar nga komisioni dhe është miratuar dhe përkaluar për propozim nga Ibrahim Basha Zylfi Sulmate. Aq segment rruge tek lagja 4 në Bathore të guximi përballë Belbës. Ka kushti pa qartësi? S'ka. Edhe votim kush është për? Për. S'ka. Kundra? Abstenim? S'ka. Po, mund ta Nuk e di kush ka bërë propozimin, unë atë lagje banoj, po gjithsesi rrugë me dy emra ka. Ka rrugë që shkolla, objekte, nuk është e vetmja rrugë në Shqipëri, kjo që mban emrin e dëshmorit dhe një institucion tjetër që mban ke shumë të drejtë, por mbledhen para se Këshilli Bashkiak keni marrë vendim se s'keni qenë prezent, jo prandaj dhe po veprohet edhe për institucione edhe për rrugë. Dhe është votuar. Tash, u miratua dhe kjo dhe kalojmë tek pika e fundit të ndryshme. Kush e do fjalën? Kemi një kërkesë nga mbledhje parashëm nga zonjusha Eleze dhe do ta marrësh përgjigje me shkrim nga sekretaria, do ta marrësh përgjigje me shkrim për gjithçka keni kërkuar në mbledhjen parashme, ka nga detyra përkatëse që të mos e lexojmë sa është goxha gjatë më herë nëse jeni pa qartësi keni. Kush e do fjalën? Jo. Po, urdhë. Dhe me di pak para 2 muajve, 3 muajve që jam miratuar problemin e shenjave të rrugëve.
qendrë të rrugëve. Po. Po të garantoj aty që unë kur të almies, dhe pas edhe kallashin e vete që të shkysh e puna. Sa kohë i duhet bashkisë se është miratuar, jo, projekti ka qenë gati dhe kur të vetë zbatim që do qenë rrugët të mblidhen batë kopshin e... Kur do veprohet sipas vendimmarrjes do mbledhet para se, okay. Sekretaria patjetër që mban shënim dhe i kthejmë përgjigje, ndoshta nëse është e mundur para se të mbledhja e radhës. Nëse s'është e mundur. Të prendë sot edhe me vërtet një drejtor, nuk e di se ku shembulon atë problem, një drejtor tha sot kemi filluar ta po me i kam të qenë duheshit të punë, dhe spreadin nga hundë, janë shumë i qartë. Ja ta, Përgjigje korrekte do të marrësh me shkrim nga Drejtoria e Përkatësit. Shkolla e Bathorës, fëmijët po rrezikohen nga shërbet e rrugëve. Me kupton. Edhe familjarë që është. Kjo është një gjë që e kena miratuar pa unanimisht miratuar. Edhe do të shihet jo vetëm në zonën e Bathorës, por gjithë bashkinë e Kamës, besoj se Je shumë i qartë, për përgjigje konkrete dhe direkte mund të japim me shkrim nga Drejtoria e Përkatësit. Këshilltar të tjerë? Nuk ka. Atëherë mbledhja deklarohet e mbyllur. Faleminderit për kontributin tuaj. Mbledhja e radhës njoftohet nga sekretaria.